Sëmundja e murtajës është shfaqur pak ditë më parë në zonën e Bulqizës. Një fermë me 220 krerë dhi është asgjësuar e gjitha nga autoritetet në fshatin Okshatin të Shupencës 2 ditë më parë. Ngjarja nuk është njoftuar nga autoritetet e veterinarisë apo të tjera, ndërsa dëmi ekonomik është shumë i madh. Lektori Naim Xheli me lot në sy thotë se nga ferma me 220 krerë dhi i ka mbetur vetëm kumonët e Bagëtisë dhe Stalla Bosh. Vaksina e hakrit o bon 3 muaj bërsa. Vaksina e Berkuzi o bon 20 ditëve. Me 25 janar. Kishte del një vaksinë. Për këtë smunje, në 1.000 euro unë e mesha për të mbrojt tufën. Ju jeni pronari i fermës? Pronari i fermës. Naim Xheli. Sët më kanë met vetëm mund. Fatin tim me se pas të kush. Ja. Vëllai Naimit Alberti kërkon nga autoritetet ta dëmsh problem pasi dëmi ekonomik është 10.000 euro dhe se çdo gjë që kishte ndërtuar me mundë djerës ka shkuar dëm. Vëllai im Naim Xheli pat sakrifiku një jetë tonë me gjithë fëmijët dhe ndërtoi një fermë me 220 krerë kokë dhi. 120. Këto 220 kokë dhi mrena 10 ditëve u gruposën tëra nga urdhni i qeverisë për shkak një smundje që vjen nga Greqia, siç na kanë thënë. Kjo smundje quhet mortaja. U paralëmërun shteti jonë nëpërmjet televizorit një muaj para që do vinte kjo smundje. Për fat keq, kjo erdhi dhe goditi direkt fermën e vllajt tim, ku mrena 10 ditëve shfarosi me 220 krerë. Pra ne u bëm thirrje organeve kompetente, vinë ta verifikojnë se janë 20 frymë mrena, ku hapin syt këtë era arit. Nga këtu kanë dalë 220 kufoma zotri. Mos e lini mas dore. Nqota se ju doni që shtetit ndihmojë fshatar të punojnë dhe të drejtojnë familjet me ndonë, hani tu shifnja që është, kjo është një katastrofë. Dje shteti ka grupos të mrapa kësaj banese 220 krerë me fadrom. Kanë qenë mbi 40 pjesëtar të shtetit, duke filluar nga veterinerët, Bilbil Hoxha, krye veterineri i Qarkut, Ministria e Bujqësisë ka qenë këtu në terren, prandaj Selmoni. Gjithë to që janë pjesëtar të këtij shteti të vinë të verifikojnë këtë gjendje se është një katastrofë me të vërtetë. Çfarë than shteti? Shteti na ka deklaruar që mbas analizave se dhe pjesën më të fundit e kanë bërë vetëm me detyrim ngordhje, me therrje, do paguhet kokë për kokë. Edhe ne këtu kemi besuar shtetin. Nëse shteti nuk do të përgjigjet dhe do t'i kthej shtëpinë në gjithë kësaj katastrofe, do të thotë që shem edhe shtëpinë, merri këto, futin në bukon edhe hidhin det. Se ka blerë një kokë? Po në tregtëzi, siç e tregtoshim ne 500 euro shkon, 500 lekë një kokë me dy kesa për mrapa. Është një katastrofë, po ta kalkulojmë çmimin e tregut Shupencës me kokë, këtu janë bën 100.000 euro katastrofë, zotri. Që ata se s'kan fuqi me dhanë lekë, ti bin kokë për kokë. Shteti i bëm thirrje këtu të vi me të vërtetë se këtu është një katastrofë. Këtu kanë nxjerr 15 frymë në rrugë të madhe. Me këto blegdori, ndërtu një fermë nga ja nisën nga 5 kokë, për 15 vjet arritën 220 kokë. Këtu fryma e Zotit, siç ka vepruar këtë vend, i gruposi për 5 ditë. Edhe frymët e fundit i kanë bërë me therrje vetë shteti. Rastet e sëmundjes së murtajës në Qarkun Dibër kanë qenë të shpeshta vitet e fundit. Vetëm vitin e kaluar qindra krerë bagëti kryesisht në zonën e Martaneshit u asgjësuan nga autoritetet për shkak të pranisë së sëmundjes së rëndë.